Mirë se vini në show-n më të ndjekur. Po fillon sfida. Ne, ju dhe të gjithë shikuesit e presim në padurim këtë show të jashtëzakonshëm. Super Sfida me moderatorin Enis Ujkani. Faleminderit publiku. Jeni të mrekullueshëm. Ky kampionat nuk do të realizohet në këtë formë pa juve. Ju faleminderit shumë. Çfarë atmosfere i pret dy ekipet. Faleminderit të nderuar shikues. Mirë se takohemi sërish në Super Sfidën e radhës. Sonte është një emision i veçantë. Jemi në çerek finale të dy ekipet. Për të arritur deri këtu, është dashur shumë mund, është dashur vetë mohim, edhe i natë, se pa i natë nuk arritet deri këtu, por mbi të gjitha sonte kemi një moto, ashtu siç e kam patur edhe ekipet tona, për të arritur deri këtu, është dashur të jenë së bashku. Kështu që kur më parë edhe kur më shumë shoqëriston nuk ju ka dashur sepse se sa të jemi bashk, kështu që kemi nevojë shoqëria jonë të jemi të bashkuar. I ftoj në garë sonte janë ekipi Mirëmëngjesi Kosovë RTK-s, i ftoj në skenë. Brikena, mirëmbrëma. Goni, përshëndetje, Brikena. Shumë e veçantë treshja e Mirëmëngjesit Kosovë, edhe në qoftë se nuk arrin finale, shpresoj që po. Edhe na shpresoj. Mirë po, edhe në qoftë se nuk arrini, nga organizatorët ndoshta do ta keni një çmim për veshje, për veshja sportive, Super Sfidës, komplet ekipi. Kjo është armja më e fuqishme në Super Sfidë. Ndër tjera, po, disha të themendis. Ndoshta, kjo po të regon sa seriosisht e kemi marrë këtë garë prej fillimit. Faktikisht, lojën e parë kemi ardhë hajtë të menu që po e kry me lojën e parë. Mandej, fillun të urritën ambicjet, e ne fillun me ndalë përgjëtësit vrana ekipit. Brikene kemi emru koordinatore për marketing. Na i ka gjithë sponsorin për veshje. Një duar trokitje për veshjet. Sportive. Ta themi edhe njerë? Sport, fashion dhe Nike. Kështu që nëse doni me uduksi ne kështu, shkoni atje. Kështu që gati jeni për çerek finale, e dini shumë mirë që kjo loj direkt ja jep mundësin të shkoni në gjysmë finale. Gjysmë finalja me siguri do tjetë akoma më ashpër, luftë më e madhe, më e nxehtë. Edhe publiku do tjetë si zakonisht si kjo i mrekullueshëm i zjarrt. A e kemi ndarë publikun ajo? Publiku nuk është i ndarë, publiku zakonisht... Po e ndajnë publikun. A jeni me neve? Jo. Asjeni jo? Po thoi. Kemi edhe ne, e di po. E pse? Publiku... Po dojnë. Vetëm pak... Më mirë jo! Më mirë jo, dhe kaj. Publiku... Ju sugjeroj, si kur ju ashtu edhe onë, më mira në Super Sfidë, por edhe gjithë teleshikuzit që jenë para ekranit, bëuni tifoz për atë që fiton, sepse në fund të kemi dëshpërimin edhe ne bashkë me ekip. Çdo javë po humbim ekipe të mira, por çfarë t'i bëjmë, Super Sfida është e tillë. Çdo mëngjes më zgjoni me neve. Një ekip fiton. Tani e presim edhe ekipin Kuqezi.
themi vazhdimisht, shpresoj që kjo do ndodhë deri në fund të emisionit. Zakonisht fillim përqafohen, janë shumë të relaksum. Thu se s'po ndodhë kur që po në fund të emisionit. Kështu që të dy ekipet me siguri kanë ardhur për një moto, së bashku të fitojmë. Një gjë më bëri shumë përshtypje me Goldin, para pak ditëve kur u takuam, akoma se kam dëgju prej garuzve tjerë, tha edhe në qoftë se humbi, me rëndësi, tha kemi arritur deri këto, tha kemi pas mundësi të humbi me dhe në lojën e parë, kështu që do t'jetë një moto për të gjithë, dikush duhet humb, njëri ekip duhet të fitoj, mos e marrim shumë afër zemrës me humbjen. Ama qefi o tjetër. Qefi dëshira është dëshirë shumë e madhe të arrim në finale. Finalja me siguri do t'jetë një show shumë interesant. Për jetë e parë edhe ne nuk e dimi se çfarë do ndodhë, si do të bëhet, por shpresojmë që do të kënaqemi të gjithë. Mirë se erdhët ekipi Kuqezi. Një motiv për juve, edhe pse ju jeni zgju heret, edhe ndoshta, tani ju zë gjumi, por edhe këta janë pa gjumë. Jo ka qerët. Edhe këta janë pa gjumë, edhe Goldi, edhe Albatriti, edhe Ryva, direkt njëri prej Zvicrës, tjetri prej Gjermanisë, tjetri prej Anglisë, direkt kanë ardhur sot në show. Kjo tregon se sa serioze është kjo sfida. Është serioze sfida, por është edhe kënaqësi, një gjithë kënaqësi për garusit. Albatriti si kaluat, Goldi, Ryva si kaluat në diasporë. Mirë, shumë. Pa ta s'kemë edhe zgjallë. Shumë mirë. E kemi bërë kas një lojë për diasporën, e keni sot. Shumë mirë. Kështu që jemi gati, let filloj sfida, let filloj lufta e madhe në arenën e Super. Sfidën e parë. Sfida e parë është gjuaj mbrapa, edhe pse asnjëri nuk e kemi sportist këtu. Ndoshta do t'jetë pak e vështirë për mirëmëngjesin qofse i zë gjumi, se këta tani fillojnë ditën. Këta e më të fillë, ta? Këta në mbrëmje fillojnë ditën. Ne kemi po gjimnastikën e mëngjesit, energji për gjithë ditën. Kështu që loja quhet gjuaj mbrapa, rregullat e lojës, dy garusit futen afër shportes, duhet gjuajnë mbrapa për ta futur topin në shport, ndërsa njëri shërben. Kështu që në qoftë se jeni gati, të paret janë... Një gjujtje, një pik, një shënim, një pik, a? Po, 1 minut i ka randi, Nga një pik. një pik llogaritet çdo shënim. Okej. Jemi gati, mirëmëngjesi Kosovë, janë të Alla parët. pianissimo, okej. Po fillojmë na drejtën me drejtën. Ti shërbë. Anket, ku bëdon? Të paloj, po këse. Ta presim edhe kandonin Apo del çani ashtu. garusit e mëngjesit të RTK-s. Qëtu? Enis? Goni? Ku do mund të rrini, vetëm e prit një kandonin. Loja let filloj për ekipin e mëngjesit. Pritne vetëm kandonin. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gati pra, ja shënimi i parë për ekipin e Mirëmëngjesi Kosovë. Shohem se sa shënime do të arrin në shport. Skuadra e RTK-s, emisionit të mëngjesit, kanë kaluar 15 sekonda, një shënim deri tani. Gjuj. Spesho, më rëpër. Vetëm një shënim deri tani. Agron. Kalon pothuajse gjysma e kohës. Alket. Po, Agron. 30 sekonda deri në fund, pak për kraje publiku. 20 sekonda dhe fundit. Ja shënimi i dytë. 2 shënime shumë afër të tretit. 10 sekonda të fundit. 9, 8. Vetëm 2 shënime. Tani i pret kjo sfid Kuqezi. Shojmë se cilë do t'jenë garusit Kuqezi. Ta bëtër dyqani, ja.
Goldi, Albatriti dhe Ryva, 1 minut i keni në dispozicion. Çdo shënim llogaritet 1 pikë. Po. Pra, gati jem edhe për ekipin Kuqezi. Ta presim edhe kandonin, letë filloj sfida për ekipin Kuqezi. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Arrin në njerë të shënoj Goldi. Kalojnë 10 sekonda, një shënim. Vetëm edhe njerë duhet të shënoj Goldi ose Albatriti. 35 sekonda dhe në fund. Edhe njerë për të barazuar. Shumë afër me gjatë. Ja shënimi dytë. Ja në i treti. 15 sekonda dhe në fund. 10, 9. Përmëndë sfida për ekipin Kuqezi. Pra për muzik. Ja dinë randin, dërsa te kjo sfida është diçka krejt e veçantë. Nuk arritën edhe aq mirë të jenë këtë lojë, arritën vetëm 4 shënime. 4 shënime për ekipin Kuqezi. Jemi gati për sfidën e radhës. Para se të fillojmë, Omeri ka një dhurat për Goldin. Gold Omeri, po do më të përshëndet. Qafe Goldin. Goldi e ka një dhuratë Omeri për ty. Hajde, Omeri. Se zezat po vinë da bëvlejnë në sfidin. Nëse përra më në qyre neves po në linë. Kosova në ndeket, lëna hania. Në shakë të në po, shënë gjithë e mija. Tu qakë ka botë mëre. Në këtin sukun, rëvoj e dhe falshkon. Si qanë e rësh, hënët përra më në se vetë, që jakë e po vëllin. Jenë atë e isëse, po jetë në lënë. Bojnë e gore që veli, jo po në mi. Bravo, Omer. Omeri deri me tani me 3 profesione. Te qa ko shpia ka lujt një rallë, tani edhe këngëtar. Ndërsa si... Omer, qëfar do të bësh kur të rritesh? Qa ki mas qefti për i krejtëve? A këngëtar, a aktor, a moderator? Moderator. Po te kam e po pare kë. Po jo, pare tjë të këngëtar. E nesë gëzunë që tha moderator ata. Kësë ta këngëtar. Kush ka me fitu këtë sfidë, shpirt? Kush ki qef me fitu? Kush ki qef me fitu? Kush ki qef? Moderator apo këngëtar? Këta janë moderator, këta janë këngëtar. Kush ki qef me fitu? Ti ki të shirë në posi kërë. Omer zemër, ti, unë edhe këta jem njëjtë. Na jem kolegë, jem moderator. E qysh ti po bosh për këngëtar? Pse? Pse? Qa gole. Ta shojmë pra se cila është sfida e radhës. Sfida e radhës, autogol.
Kjo sfidi ka 5 pikë llogaritet, ai I cili fiton, 1 minutë I keni në dispozicion, kështu që edhe kjo lojë është shumë fair, të bashkuar rreth autogolës. Ekipi duhet jetë I bashkuar, të parët janë kuq e zi. Ta presim tani edhe kandonin. E presim jeni gati, apo? Gati janë ekipi Kuqezit, ta presim kandonin, let filloj gara për treshen Kuqezit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon gara për ekipin Kuqezit, shohim se sa autogola do të arrin të shënojmë brenda 1 minuti. Është Albatriti që po gjuan, deri tani pasakt, shohim se çfarë do të bëj Ryva. Topin më brenda në port. 45 sekonda deri në fund dhe më tej asnjë autogolja e para. Një shënim për Ryvën, shohim. Vazhdon sfida, 30 sekondat e fundit tani. Ryva nuk arrin të shënoj golin e dytë. Ja dhe tentimi I saj radhës, tani Goldi. Goldi ja huq krejt. Nuk është njëjtë si me knu rap se me jap autogolla, Goldi. Po ja afrohemi 10 sekondave të fundit, vetëm një autogol. 8. Ja I dyti. Përfundon gjithçka me 2 autogola të shënuar. Përfundoj sfida për ekipin Kuqezit, nuk ja vdeshti. Për muzik, ju keni juve po përfundoj. Tani radhen e ka ekipi Mirëmëngjesi Kosovë, Agroni po mduket është ai cili do të gjuan. Ndromi. Hajde zdrekasit. E keni mundësinë edhe të ndroheni, jeni gati? Po. Gati është edhe ekipi I Mëngjesit të RTK-s. Ta presim kandonin, let filloj gara. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon gara për ekipin Mirëmëngjesi Kosovë, shohim se sa të sakt do të jenë kolegët e mi. Duhet të shënojnë 2 apo më shumë herë për të fituar pikë. Agroni duhet jetë më I sakt. 40 sekonda deri në fund dhe më tej asnjë gol. Ja goli I parë. 30 sekonda deri në fund. A do t'i mjaftojnë Agroni 30 sekonda për të shënuar edhe një herë? Po ja bën diçka. 20 sekondat e fundit për Agronin, ja goli I dytë. A ka dhe një gol apo do të ndahen pikët? 10 sekondat e fundit. Tu me të përfundon sfida. Do të ndahen pikët. Përfundoj sfida dhe për ekipin e Mëngjesit, për kolegët tonë, Alketa, nuk e të ishte e kësaj radhe, shpresojmë që në sfida tjera. Pra, derisa ta shohim edhe rezultatin, të nderuar shikues, të gjithë ju mund të jeni pjesë e audiencës këtu në Super Sfidë, është kënaqësi të jesh e sidomos në gjysmë finale, rezervoni vendet, studio gjendet në Prishtinë. Rezervoni vendet për gjysmë finale, e jani me siguri do të kënaqeni, si që janë duke kënaqur publiku, a jeni duke u kënaqur? Edhe shumë e rëndësi me njoftu që hyrja është gratis, me rëndësit kemi show të mirë. Pra, rezultati është 9-7 për ekipin Kuqezit. Ta shohim tani se cila është sfida e radhës. Vardem, dyqani më I madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem,
dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë ndjerë të sigurt fale dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Ti don shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta çon, kombinoje me pasion. Me reci ma shpejt. Golden Eagle, babe. Po dana ma shpejt. Kjo sfidë pra është fusha e Gjelbert, studio e Zez edhe ekipi Kuqe Zi. Një kombinim fantastik, plus brikenin e kemi të bardh, si që kujtohet edhe slogani i Super Sfidës. Kuqe Zi e bardh. Super Sfida ju sjell ngjyra të reja, color your life. Ngjyros në jetën, pra kjo lojë gjithsej ka vetëm 2 rande. Se cili rand i ka nga 5 pikë, 2 garus do të luajnë kundër njëri tjetrit, ai cili me më pak gjujtje arrin ta fus topin në vrim, e fiton lojën. Kështu që loja mëse e qartë, shohim cilë do t'jenë garusit e parë. Agroni i pari. Po. Agroni është i pari, cili do t'gjuaj. A je i sigur që me qëto? E presim vetëm kandamnin, por loja, Agron, loja nuk është e limituar. Për qëndrim maksimal, nuk ke nevojt në zitash. A është me qëto, bro, në di që me tjetër? Gati është gjithka, në qofë se do ndroje. Jo, s'ka lidi. Gjujtjen e parë, okej. Se jem su me atjetërin. Ubo, gati jem. Kishe luj qatë shpesh. Pra, ta presim edhe kandamnin, let filloj sfida për Agronin. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Do ta filloj lojën tani Agronit, shohem se me sa goditje do të mund ta qëlloj vrimën. Shumë afër është. Vazhdimisht to? Po. Tentimi i parë. Shohem në të dytin i afrohet mjaft mirë vrimës aty Agroni dhe mund ta mbyll kregar me të tretën. Tri gjujtje është lojë shumë e mirë. Rekordin e kemi nga Lezja dhe Ryva, vetëm me 2 gjujtje, tani ekipi kundërshtar. Pra, në këtë sfidë... Enes, a do krej se i një vrit vrame? Pra, Goldi e ka raven, do të gjuaj për ekipin Kuqe Zi. Gati jem, fillon me njerë. A bon në një, ale bismillah. Ma shumë. Gjujtja e parë për ekipin Kuqe Zi. Shohem çfarë do të bëj Goldi këtu. Ja, shumë pak e prej. Goldit po i dhime topi. Stash që ka zme. Po më dhime fort, po. Tentimi i parë i shkon huq. Ja tani në tentimin e dyti afrohet mjaft mirë vrimës. Mund ta barazoj me Agronin të shënoj brenda 3 goditjeve, të shohim çfarë do të bëj. Goldi Gjuan. E barazan rezultatin. Shabot. I ndojnë pik. Bravo. Pra tani në radhë është Alketa për ekipin e mëngjesit të RTK-s. Pa me kuku.
Randi i dytë dhe i fundit i lojës golf. Garusit janë full energji me Golden Eagle. Normal. Shohem çfarë do bëj Alketa tani. Enis jep ja shenjën. Publiku një mbështetje për Alketen. Tentimi i parë duket jetë mjaft i mirë për Alketën. A do tjetë në gjendje ta thyj rekordin e ryves dhe lezës Alketa. Mire. Mirë është Keta. A mu i me majtë e pijun atje. Alketa në tentimin e dytë. Jo shumë Alket. Mos e qëllo shumë Alket se të fluturon topi. Qu, Maksim. Mirë është, bravo. Mjaft mirë. Brenda dy tentimeve. Alketa ishte shumë e saktë. Arriti me 2 gjuhëtje ta fu stopin në vrim. Bravo, bre. Tani është ryva e ka shumë të vështirë edhe pse e ka luajtur herën e fundit këtë sfidë. Je gati ryv? Mund të fillosh me njerë. A do të mund të përsëris ryva suksesin e herës së parë? Ta shohim. Është fenomenal tentimi i saj parë. Shumë afër që të shënoj me të parën kjo ryva. Shohem çfarë do të bëj me tentimin e dytë. A do të arrit ta barazoj Alketën dhe t'i ndaj pikët prapë. Vetëm pak. Kjo loje do pak qetësi. Mos ta përcesër dhe më. Tentimi i dytë i ryvës. Që gjura. Ndahen pikët në të dyja raundet, pra me nga 10 pikë ndahen garuesit. Çfarë sfide për të bërë vetëm rezultati i barabartë. Profesionista në këtë garë, edhe moderatorët, edhe këngëtarët. Ta shohim tani rezultat më të ngushtë kemi pasur së Kështu dhëm. Tensioni madh. Ishte një stres i paparë. E vërtet po. Sidomos që do të Tensioni madh, dramë e madhe në këtë show. Rezultati shumë i afërt. Natyrisht që kur është rezultati i afërt, është edhe show më interesant. Garusit e presin me padurim tani rezultatin, por si duket Mustafa është në gjumë. Lej, Mustafa. Mustafa, nëse të ka zënë gjumi... Wake up, Mustafa, wake up. Ta aftojmë skifterin për rezultat. Vjen skifteri si skifteri. Grafisti i njohur Mustafa. Mustafa. Rezultati është 19 me 17 për ekipin Kuqeze. Apo ju knohet juve jo? Ju, halo. Halo ju, a? Shtash e ka nis ka pak, më Okej. Më thonë shte me kënu se kukush ta qa bëj. Kur t'ju vje moment me këndu filloni pa merak. Ta shohim tani se cila është sida radhës. Atmosfera sa vjen e rritet në çdo sfidë, drama, tensioni është më i madh, por edhe kënaqësia e dy ekipeve është më e madhe. Tani është një sfidë interesante të cilën e kanë kërkuar shikuesit, penalti me sy mbyllas. Pra, loja ka 1 minutë, çdo shënim llogariten 2 pikë. Garusi do t'i mbyll sytë dhe nga pika atje duhet të gjuaj penaltin, ndërsa kundër lojtari është ai i cili do të vendoset në port. Gati janë Agroni dhe Goldi. Goldi është në port, Agroni do të gjuaj. Afroni të fusha. Agroni dhe Goldi. I që syzë tani, dhe të fillajsh. Okej. Bërgjen. A, po dilni, ani veç hajde të regëm. Ta shojmë edhe Gonin që ofse është gati. Po, kur dush, a është me countdowner. E presim dhe countdownin, Goni është gati. Vendosi topin. Përqëndron një drejt, shtash. Vështë të drejt. Vendosi syzet. Shkoj me countdown. Syzet. Sa mirë topi, prit. Sa po t'i vendos syzet, duhet ta bëjmë një gjiro me Garusin e cili do të gjuaj. Je gati, Goni? E presim edhe countdownin, le të filloj gora për mëngjesin e RTK-s.
është rregull e lojës. A do me mësila një 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për Agronin që e ka përballë Gollin, shohim se sa do të arrijë. Nëse do të arrijë të shënojë. Mos e prek, Mikena, vetëm tregoj me fjalë. Me fjalë. Gjuan Agroni, shtylla e ka ndalë. Kalojnë 20 sekonda. Gjuan Agroni jashtë. Mira. 30 sekonda deri në fund, Gjuaj Agrona duhet ta mbajë dorën dikush. 25 sekonda për Agronin. Edhe njerë Gjuan jashtë Agroni. O drejt. Njëftën e mëne me drejtu se nuk është ajton të vua. 13 sekonda deri në fund. Tregoni me fjalë. Me fjalë. Merë fund kjo sfidë. A s'ka ina e gollat? Është një sfidë e çuditshme, ai i cili e ka provuar e din. Humb orientimi totalisht në këtë sfidë, nuk është aq e lehtë. Unë e kam bërë test, është jashtëzakonisht e vështirë. Ta shohim tani ekipi Kuqezit do të gjuajnë, ndërsa ekipi jemi gati, Ryva do t'i vendosë syzet, apo? Po, që? Gati jemi pra vendosi syzet Goni. Ryva është aje cila do të gjuaj. Ju orientane por mos mbrojnë. Gjithçka është gati, duhet të kthehesh në pozicion, mbrapa. E presim kantonin për Ryven. Le të filloj loja për Ryven. Je drejt por një shëtitje gjurës. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për ekipin Kuqezit, shohim se a do të arritës nga ekipa. Kujdes! Ryva Gjuan dhe Zënon. Mropa. Alovi, okej. Shko mropa, jo, s'ko ashtu, shko mropa, jo, shko mropa se unë bluje. Në zero për ekipin Kuqezit. 15 sekonda. 3 gola deri tani për Ryvën. Kemi hyrë në 10 sekondat e fundit. Pret Agroni këtë është 5 sekonda dhe në fund. Dhe përfundon sfida. 4 gola të Ryvës. Përfundoj sfida. Sos dojnë? Ryva ishte shumë e saktë, por në qoftë do t'i respektoje rregullat me siguri edhe 2-3 gola më shumë do t'i japje. Nuk e pat atë qartë. Bollë. Kështu që fitore këtë sfidë e fitoi ekipi Kuqezit. Rezultati është 27 me 17 për ekipin Kuqezit. Ta shohim tani sfidën e radhës se cila është ajo. Sfida e radhës është një sfidë spektakolare. Sonte është një atmosferë shumë dinamike, atmosferë sikur këngët e Goldit, me siguri ekipi Mëngjesit, kur të zgjoheni me shku në punë herët, i ngoni këngët e Goldit për mu kthjell pak. Patjetër edhe Tryves edhe tani. Tryves e Talvatritin mbromje, për me thjesht. Po jo, kanë edhe këta goxha gjolla. Kanë ma shumë baladës. Tipi janë shkallën një fakt. Edhe Brikjena ka qenë këngëtare dikur.
Jo, mos ta kesh... Shërin YouTube e gjeni. Jo, agron. Ajo vetëm thjesht si hobi. Jo, nuk jam këngëtar. Absolutisht. Si, po, ka pas një përvoj, nejse, mirë. Po, Me Benito. more këta dhe këngëtarë dhe futbollista. Është shumë interesant se moderator, qofse e kanë shumë thjesht edhe të bën këngëtar. Pjesë e showbizit është ajo, se nga njerë po e zëm javën edhe Ryven, e kemi ka pas raste kur ka drejtuar dhe emisione. Do të është pjesë e showbizit, që me qenë sa më afer, sa më interesant, sa më i kapshëm për publikun. A sa i përket këngës, e vërtet, jo që nuk i kom hy me seriozitet, po jo që është profesionimi. Profesionimi është moderatore dhe doktoresh. Doktoresh dhe moderatore është shumë e rrallë të gjejtë. Pra, sfida e radhës është sfida Sikos, penalti nga vetura Sikos, është një lojë shumë atraktive, është edhe rrezikshme, jemi të siguruar nga kompania më serioze dhe Sikos, mirë po. Shumë i rrethava Agronit, gjithsesi duhet kemi kujdes. Me ta shkel i kom të në G3, a? Nuk ja vlen të mbysin portierin për pikët e Supersides. Na që kemi sigurimin? Sigurimi... Dyher pare. Sigurimi ju siguron për këtë sfidë. Pra, shkojmë në studion 3 të Supersides, jemi gati. Të gjithë garusit janë gati. Pra, sfida spektakulare, Sikos, penalti nga vetura. Goni, lojtë të tjilë s'ke po dheri me tani, ha? Me po e kom po në emision të ju, po me lujtë ju asë njërë. Tjetërkon ju? Jo, tjetërkon ju. është shumë lojë atraktive, shumë interesant. Nuk e di, po duket... Kretë lojtë prej ekrani duken të leta, kur rish me lujtë, nuk janë edhe ashtë leta. Me ekran, ullën, kauq, sidomos kandoni është që të bën presion, tension. Edhe na si ekip kemi pak një strese, nësë me thonë drejtën se jemi të njekë rezultatin edhe si mi mësu fort, po... Na u duhet një ekip i RTG-s fitana, po? Po i duhet. Gjithmonë fitimtar, pra jemi gati në studion 3. I presim edhe garusit, Goni është i pari që do të gjuaj. A për para më rafa? Gozi vozit, ndërsa në port është... Port, ekipi kuqezi, kush do t'jenë port? Ryva, ja gjuaj. Alba Triti është në port. Gjithë s'ka jemi gati. Publiku, na duhet një përkraje nga ju. Ta presim edhe... E presim edhe kandonin dhe të filloj sfida. Largomu. 5, 4, 3, 2, 1, mund të fillosh. Loja starton. Nisin 2 minutat për ekipin e Mirëmëngjesi Kosovë. Agroni duhet ta kap topin. Gjuj. Sit, kur t'vjen të topi kraj. Brejë, shojës. E kap topin e para Agroni, Gjuan, nuk ka shënuar. Hajde. Gjuj, brike. Mosë gut të topi. Probleme për Agroni. Gjuj, brikena. E ke sërë. Të topi kraj, gol, bra. 1 minutë e 20 sekonda dhe në fund. Probleme që ta ndalë topin Agroni. Ka dole, të topi e Po e afrohemi minutës e fundit. Oja, gjuni për ma herët, para se me orë. Qojmë tani, e kap topin apo jo Agroni, e ka kapur. Ka mundësi që të shëna jo. Edhe më të jas një gol. Tentimi treti Agronit, gol! Bravo, Goni! 40 sekonda deri në fund, një gol. Gjuje! 30 sekonda deri në fund. E ka topin Agroni. Gjuan nuk ka shënim. Gjuje, brike! 20 sekonda deri në fund. Probleme për ekipin e Mirëmëngjesi Kosovë, 15 sekonda dhe fundit. Sekunde! 8, 7, 6. Nuk ka gol. Përfundon Gjuska. Përfundoj sfida. Shumë keq
Agroni kishte shumë të vështirë të shënoj. 2 gola për ekipin Mirëmëngjesi Kosovë. 2 pika tër, 1 gol. Goldi, pozitje shumë agresive. Ja, pasha dhe në patjeqe, valla. Gati në vite gonin. Tani ta presim sfidën për ekipin Kuqezi. A, me që du? Publiku një mbështetje për 5, 4, 3, 2, 1, nisu Agron. Loja starton. Fillojmë 2 minuta për Golden dhe ekipin e ti. Shohim se sa ardë të arritë të zënoj. Nuk arrin të kap topin Goldi. Tani definitivisht një mundësi që të akmiret pak sa Goldi shënon. Goli I parë për ekipin e Albatritit, Goldit dhe Ryvës. A ka dhe një ajo? Jo. Një dhe një deri tani. E kap topin Goldi. Gjuan dhe Zënan. 2 minuta. Ja dhe tentimi 3-1 për Goldin. Pret këtë Alketa. Minuta e fundit. Nuk ka gol. Dhe gol, 4-1. 45 sekonda, 5-1. Aj Piniman. Me vazitjen e ti Agroni po I ndihmon Goldit. 30 sekondat e fundit këto. Edhe 25 sekonda për Goldin. Nuk arrin ta kap topin tani. I kryp se s'keli kjerri. Ja dhe një tentim tani gol. Përfundoj pra sfida. Ta shohim se cila është sfida e radhës, një lojë spektakolare. Shihemi pas pak në lojën e radhës në studion qendrore. Sfida e radhës pra është sfida diaspora. Është një sfidë, një motiv I madh për gjithë ata adhëtarët kudo që jenë, le ta dinë që Kosova ka nevojë për paratë e tyre, kështu quhet edhe loja. Diaspora. Pra kjo loje keni dhurat gjithë ju që jeni në diaspor nga Isufgashi I Zindelfingenit afër Stuttgartit. Tani në sfid është Goldi dhe Ryva, pra loja ka 1 minutë, çdo paketim llogaritet 2 pikë. Brenda 1 minuti, 1 minutë e gjysmë falni, brenda 1 minutë e gjysmë ta shohim se sa para do të arrin t'i bajmë nga diaspora në Kosovë. Sikur por kemi nevojë për para. Hajde inshallah. Kur të futi një kallzon. Për teleshikuesit ju njoftojmë, këto janë vetëm letra, nuk janë monedha të sakta, të vërteta, është vetëm lojë. Jeni gati për si? Gjithçka është gati, ta presim kandonin, 1 minutë e gjysmë ka ekipi Kuqezi për të bartur sa më shumë monedha në Kosovë. Para me siguri jeni mësuar ju. 4, 3, 2, 1. Loja starton. E nisë Ryva lojën, qojmë, a do të arritë I fustë të gjitha. Ka dole. E qojmë tani rrathët. Ullu Ryv ka qashtu, Gold moje Ryvën. Shka. Moje Gold, moje. Po e ngre zhak Ryvën. Quk o më Ryv. E ka përcen pengesën dhe arrin t'i fusin parat. Ryv, shetët e Goldi. Dalë arrin të Drejt Ryv, ma pak. Paketime tjera. Ma pak, ma drejt, ma pak. Ma pak mëri. Ma pak se na ona le fukare dresë. Hajde, mirë. Ma pak Ryv, ma pak Ma pak centralove.
Se sem Feridi. Miro. Qashtu, ma pak, bravo, qashtu. 40 sekonda deri në fund. Qashtu. Ku i rive Jordan, hajde. Nisemi prap me një tjetër xhiro. Shtetu te gozit, qashtu. Rreth botës për 30 sekonda. Arrimte Sporta 20 sekonda deri në fund. Riv, si gjuj shumë, Riv. Qashtu. Ma pak, bravo. 2 Hajde. 3 Nuk keni kohë, esni, nuk keni kohë. 10 sekonda të fundit. Ka dal, Uljo. 6 Merë fundë në kjo sfidë. Miro. Të shohim se sa paketime janë në sport. Gjiron e fundit nuk arriti ta realizoj ekipi Kuqezi, ndërsa gjithsejt me duket se i kanë bartur 10. Allah për çështu fukare pas të vëmit. 10 paketime. 10 paketime pra për ekipin e Goldit dhe Ryvës. Pra, kjo sfidë është një motiv për gjithë bashkëdhetarët tonë, kemi nevojë për juve. Dërgoni para në Kosovë, ndërtoni shtetin tuaj dhe tonin. Është kjo dhuratë nga Isufgashi për gjithë njerëzit që janë në diasporë. Kontrollat këtë të tim. Tani presim sfidën e Agronit, Alketës dhe Brikenes. Edhe për juve janë 1 minutë e gjys, dispozicion, bartni, monedha, para sa më shumë për Kosovë. Na duhen, apo Guni? Qysho, kujna si duhen. Kujna si duhen, atëherë bartni sa më shumë. I keni vetëm 1 minutë e gjys, e presim kandonin, let filloj loja diaspora për ekipin e mëngjesit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Enis garën edhe ekipi Mirëmëngjesi Kosovë, 1 minutë e gjysmë dhe përshaj. Jo shumë. A jam 5 në sport? Hajde. Vazhdoni. Shohem tani. Agroni po e ngre zhak. Agron ka përcej pengesën të lutem. Agron ka përcej pengesën. S'ka lidhje. 50 sekonda dhe në fund. 20 Agroni të ngre zhak Alketën. Ka përcej pengesën Agrona dhe Alketa. Bravo. Shkojmë me tentimin e radhës. Shkojmë me tentimin e radhës edhe 30 sekonda dhe në fund. Shkojmë a du të arrin që si publiku i lutem. Edhe 20 sekonda për Agronin dhe Alketën. Vazhdo Agron, vazhdo. Ka përcet pengesa. I vendos kart monedhat në sport. 10 sekondat e fundit më duket se RTK-ja ka fituar këtë sfidë. Le, s'ki ku shkon. Merë fund sfida. Përfundoj sfida për ekipin e mëngjesit. Ti numërojmë paketimet e nis. Arritën 3 gjiro t'i bëjnë. Ta shojmë tani edhe rezultatin. Sa kanë arritur t'i bartin. Një investim për Kosovën. 10 baras, një Goni dhe Alketa. Goni e tërheqi zhaga Alketën. 12 apo? 24 pik. 12 paketime për ekipin e mëngjesit, ndërsa 10 i kishte ekipi Kuqezi. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Ti danë shumë po donë, unë e them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta të shonë, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpej. Golden Eagle, babe. Po dëna ma shpej.
Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë ndjerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. Ejani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Active, distributor ekskluziv. Publiku i zjarrt, të nderuar shikues, arritëm në sfidën e 7 të radhës, Runner's Ball, me siguri se njefni, është një lojë shumë e bukur, lojë interesante që na sjell show në arenën e Supersfidës. Të dy garusit duhet të hipin në runners dhe të gjuajnë topa, i kanë 3 koshat për para. Ai cili jep ma shumë e fiton në raundin, një raund i ka 5 pik, ndërsa 1 minut është një raund. Gjithsejt janë 3 raunde, në 3 raundet është obligative që se cili garus sa luaj nga një raund. Gjithçka është e qartë, apo? Gati jemi për 2 ekipet, ta presim cilë do t'jenë të parët. Hajde, Gold. Alketa e para kundër Goldit. E qysh me hypë që shma? 2 garusit e parë të kësaj gare. Topat e tonë janë... Ana Gjelbert. Goldi nga Ana e barë. Jo. Që të rrëgjë topat e Gjelbert? Na e kena topat e bardh, topat e bardh janë për ekipin Kuqezi, ndërsa topat e Gjelbert për Alketën e Mëngjesit. Të presim vetëm edhe countdownin. Presim countdownin. Se ka me sill, moje më dorë. Bëjë edhe një test. Goldi në rregull është. Ktheja topin Goldit. Veni topat dhe vazhdojmë njerë. Publiku meze pret këtë sfidë, edhe ne gjithashtu ta presim countdownin, le të filloj sfida për Goldin dhe Alketën. 5, 4, 3, 2, 1. Për këta 2 garues, shohim se cili prej tyre do të shënojmë më shumë. Goldi apo Alketa. Kanë nga 1 minutë se cili për të shënuar. Ma shumë, Goldi. Të mos nguten t'jenë në përqëndrim maksimal shënën Goldi. Pika e parë për Goldin, shumë afër që të shënoj edhe për herë të dytë. Alketa pak më shumë jepi. 35 sekunda deri në fund. Vetëm një shënim deri tani. 25 sekunda. Gjuan edhe njerë Goldi shumë afër të shënoj. Arëzisha da topat ja. Dhe aku e shënimi dytë. 15 sekunda dhe në fund, 2 shënime për ekipin Kuqezi. 10 sekundat e fundit tani, 5, 4. Dhe përfundon kjo sfidë 2-0. Përfundoi sfida. Goldi arriti të fitoj këtë raund, 5 pikë për ekipin Kuqezi. S'është problem. Qysh dani? Pra, raundi i dytë filloj me Ryven dhe Brikenën. Edhe për ta 2 garusit janë në dispozicion 1 minut. Shohim se cili do të shënoj më shumë. Të 2 garusit bëre keni të drejt nga një test. Briken, qofse do ta bësh një test. Prit Ryva, gjuj Ryv. Ryva... Hajde, Briken, Mesi. Nuk shënoj. Edhe kështoj Ryv. Bravo. As Brikena, jeni gati? E presim edhe countdownin. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha dhe për Ryvën dhe Brikenën, shohim se sa herë nëse do të arrijnë të shënojnë apo jo. Briken, Mesi. Raundi pari takoj ekipit Kuqezi me fitoren e Goldit, shënon Brikena ndërkohë.
Hajde Mesi. Një shënim për ekipin Mirëmëngjesi Kosovë, Trojma do të barazoj Ryva apo jo? 35 sekonda deri në fund. Ka bëri. Tenton tani Brikena sërish dhe shënon. 2-0. 2-0 për ekipin Mirëmëngjesi Kosovë. Ryva duhet të shënoj në mënyrë se t'i afrohet me pik. 15 sekondat e fundit. 2-0 deri tani. Ja shënimi i parë për Ryvan. 2-1, 10 sekondat e fundit. 2-2. 3-2. Dhe fiton të sfidë Ryva në përfundim. Partenzionin të sekondat e fundit. Arriti Ryva. Gjyqin topat. Në sekondat e fundit arriti shënim dhe fitoi këtë raund Ryva. 2 raunde për ekipin Kuqezi. Tani na pret edhe raundi 3. Mëngjesi kundër ekipit Kuqezi. Agroni kundër Albatritit. S'ka shkërka njerë. Pra gati jemi edhe për raundin e 3. Ta presim kambanin, let filloj sfida për Agronin dhe Albatritin. Publiku i zjarrt me siguri do t'i mbështes të dy garusit. 5, 4, 3, Demokrasi. 1. Fillon Loja starton. Agronin dhe Albatritin, shojmë nëse do të arrin të jenë më të mirë se garuesit dhe më parshëm. 2 raunde për ekipin Kuqezi deri tani. Edhe më tej nuk ka kosh për asnjërin prej këtyre dy garuesve. Ja shënon e pari Albatriti. Një shënim për ekipin Kuqezi. Kape. Agroni gjuan jashtë. Albatriti për gjuan sa përsye faqe. Përshëndroni më shumë. Vetëm një shënim deri tani, 20 sekondat e fundit. Jo, ashtu be? Manal, final. Nuk ka shënim, edhe më tej. I vetëmi Albatritit deri tani, 10 sekondat e në fund. 9, 8, 5 sekondat e në fund. 1-0 edhe më tej, përfundon paras kjo sfidë. Përfundoi edhe raundi 3. Agroni në sekondat e fundit arriti të shënoj e barazoj rezultatin, pra i ndajmë të dy ekipet nga 5 pik, ndërsa 2 raundet e para i takojnë ekipit Kuqezi. Ta shohim se cila është sfida e radhës dhe kthehemi me njëre tregojmë edhe rezultatin. Pra, të nderuar shikues, kemi arritur në sfiden e 8 të radhës, ngasja e motorit. Para se të fillojmë tregojmë edhe rezultatin. Rezultati përgjithshëm është 68 me 47 për ekipin Kuqezi. Çfarë apo ju knohet ajo? O më dhe. Nëse ju knohet, fut një më në herë. Pra, sfida e radhës është ngasja e motorit, me që jemi te këngëtarët, edhe pse Barsoletat më të vërtet i tregoj mas kishtin bot, por dje u takova me Plumbajgorën, është një dosi jemi, a i ditë tregoj fore shumë, ma tregoj është pak që për juve, e duhet pa tjetër da tregoj, një prind i shku në shkollë, edhe kish vizitu kujdestarin e djalit të ti, edhe natyrisht si çdo prind dëshiron edhe pret që t'i ka notat mirë, ndërsa fatkeqësisht i kishte ndodhur krejtësisht ndryshe, e njoftoj që djali të gjitha notat i ka njisha, por vetëm në muzik 5. Edhe prindi u bë shumë nervoz, por ai nuk e diti pse. Pa qysh more mos më bë nervoz. A normal da i kitë nisha dhe knëna. Talent. Shko që
kur do që t'ju kënohet juve, filloni, në përsi jeni. E kënojna në fund, në kënojna. Në fund. Atëherë, sfida ngosja motorit, të paret janë ekipi me mëngjesit të RTK-s. Goni me siguri, shkojmë në studion 2. Agroni do të garoj në këtë sfidë. Goni i ka 2 gjiro, rekordi, po. Rekordi është nga Albin Zeneli ekipit Realit, 29 sekunda. Ka me mbet, po ta garantoj. Shto që mundohu ta fejsh rekordin. Jemi gati, apo? Gjithë që është gati, ta presim kandonin edhe një mbështetje nga publiku. 5, 4, 3, 2, 1, nisu Agron. Loja starton. Niset Agronit, shojmë çfarë kohë do të regjistroj. I ka 2 gjiro për t'i kaluar. Vazhdon Agroni drejt kthesës së fundit. Do ta ka përcyer gjiron e parë për 16 sekonda tani në gjiron e dytë. Agroni në shtek për të kaluar edhe gjiron e dytë. Çfarë kohë do ta ketë? Agroni ka përcen shtekun për 34 sekonda. Shumë mirë Goni, edhe pse nuk arritë ta aftyrë. Me këpar kështë e nërëzumën, kutoj pak. Kështë e nërëzumën ma janë. Që rezultati është 34 sekonda, shumë i mirë, tani ta presim Goldin. Goldi është gati. Gati, apo? Gjithçka është gati. Ariani është gati, le ta presim kandonin edhe normalisht publiku një mbështetje për një start të mirë. 5, 4, 3, 2, 1, nisu! Loja starton. Niset Ariani, shojmë çfarë kohë do ta regjistroj. Por kraje nga i tërë publiku për Arianin. E ka përcen gjirën e parë, 13 sekonda, mjaft mirë. Shojmë gjiraja e dytë. Duhet jetë më i shpejt se 34 sekonda për t'i fituar pikët Goldi. Në rrugë të mirë është për ta përcyer shtekun më së shpejti Goldi. 29 sekonda. E barazaj rekordin. Qysh se fejna mëre fejna kisha. Hali këtë marë traktorin së. Bravo Arian. E barazaj rekordin e Albinit, 29 sekonda, gjithashtu 10 pik i dhuroj ekipit Kuqezi. Edhe e ka ty rekordin. 29. Edhe ka ty rekordin do me piskalumit. Pra, tani e tuti i kem 2 rekordmena në ngosjen e motorit, Goldin dhe Albinin. Kjo sfid i takoj fitoria ekipit Kuqezi. Hej, Kuqezi! Pra të ndëruar shikus të gjithë ju që jeni para ekranit, kudo që jeni, rezervoni vendet, mund të jeni edhe ju prezent në publik, si që janë të gjithë këtu, është një atmosferë shumë e mirë të jesh live në arenën Supersides, me të vërtet është një kënaqësi. Bitë gjitha do të mbetet edhe një kujtim i mirë gjatë tërë jetës, sa do pak të ndroni për diçmerin, qoftë bashkët, familjar, me fëmijë, apo shkolla, dosta bëuni ekip e janë me të vërtet ja vlen, ndërsa ne tani e presim se cila është sfida e radhës. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë ndjerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë.
shumë po don, unë e them që po bon. Golden Eagle ma I mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta të shonë, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpej. Golden Eagle, babe. Po dëna ma shpej. Vardem, dyqani më I madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më I madh për lodrat e fëmijëve. Pra kemi arritur në sfidën e radhës, lufta e gladiatorëve. Pra moto për sonte ishte të bashkuar. Të bashkuar është ideja më e mirë. Ju lutëm të gjithë edhe ju që jeni këto publiku, por edhe ju teleshikues të nderuar, për të qenë të bashkuar, duhet ta falim njëri tjetrin, duhet ta arsytojmë njëri tjetrin, duhet të ja mendojmë vetëm të mirat e jo të këqijat. Kjo është një moto shumë e mirë për të gjithë, vetëm të bashkuar mund të ecim përpara. Pra I ftoj që edhe këto dy ekipe të jetë të bashkuar deri në fund. Sfida e radhës pra është lufta e gladiatorëve, gjithçka është gati për lojën e radhës. Këtu normalisht që nuk duhet shumë dije, pak inteligjencë edhe pak guxim edhe forcë. Të shohim cilë do të jenë ata dy gladiatorët e parë të kësaj sfide. Që u gladiatorë. Goldi dhe Agrone. Sfida ka pra 3 rande. 3 rande, çdo randi ka nga 5 pikë. Qaski drejt. Vetëm kokë mos goditni. Në kokë s'keni drejt, për ndryshe pak edhe kujdes. Ai cili zbret nga tra e humb lojën. Për ta fituar garen duhet të mbetesh në tra. Nëse rëzoni përsëritet randi, gjithçka është gati për sfiden e radhës. Dhe filloj randi I parë. Filloj randi I parë me Sarjanit dhe Agronit. Garusi duhet të mbetet në tra për ta fituar garen. Shohem është Agroni që është karen. Goldi fiton. Smonet me moj para speshën kur. Randi I parë I takon Arjanit, shkojmë me randin e dytë. Nisë randi I dytë, Agron nisë. Nisë Agron. Gjithçka gati për randin e dytë. 1-1, kalojmë të randi I tretë. Ftyr, kujdes ftyr. Ftyri jo. Edhe nuk ka me shtyr për para. Kujdes ftyr. Shtu e kom ftyrë dhe të kom poshtë. Vetëm ftyr, kujdes, mos na ndodh diçka. Gol. 1-1 me rande, jep e shajnin për randin e tretën. Kalojmë të randi I tretë, kur do t'i vitoj pikët këto. Goldi apo Agroni. Të dytë në të njëjtën kohë. Përsëritet. S'po krika kur, ne. Mos I qoni qatë në albe, ma mirë më shajanin kom njëni tjetrit, apo kuptan? Mos I qoni në alë, se pëvrani. Dhe filloj randi. Nis randi I tretë, 1-1 momentalisht. Shohim kur do t'jetë më I mirë, është Arjani. E fiton të sfidë ekipi Kuqezi 10-5 me pikë. Arjani, ndërsa një rand e fitoj Goni. Ta shohim tani rezultatin e përgjithshëm. Rezultati është 88-52 për ekipin Kuqezi. Kush do të shkoj në finale, akoma nuk I dihet, a do të shkoj Mëngjesi apo Kuqezi. Shtat, 50 pikë I ka loja tjetëra. Shohim sfidë tjetër. Normalisht që një fjalë e urtë popullore është ai që zgjohet herët, është menafak. 2 bileta. Të mirat e Zotit natyrisht ndahen në mëngjes. Por nuk do të thotë, ndoshta edhe ju jeni zgjuherë sot apo? Jo çdo herë. Unë si gjithmonë që më herë në 5. Në 5, kështu që ndoshta para juve I kanë marrë të mirat dhe na fakët të sot. Edhe unë 5. Kështu që kemi arritur deri në sfidën e fundit. Me padurim e presim se cila është ajo dhe sa pik I ka ajo lojë.
publiku në studio, por edhe garusit arritëm në sfidën e fundit. Sfida e fundit është gjeje personazhin, 1 minut i keni në dispozicion, ta shohim se kush do të gjej fotografi më shumë. Personazhe faktikisht. Çdo gjetje e një personazhi llogaritën 2 pikë. Është mundësia ndoshta një rikthim për ekipin mëngjesit. Afrim, si jo rikthim. Ndoshta nuk i dihet. Të paret janë ekipi Kuq e Zi. Shohim se kush do të garoj, kush do t'i gjej, Ryva po. Ryva do t'i gjej, ndërsa Goldi dhe Albatriti duhet të imitojnë. Okej, Albatriti edhe pak ma ndej, atë. Jemi gati. Gjithçka është gati për sfidën. Ta presim vetëm fotografit, filloni me njerë. Fotografia e parë është... Ka filluar koha pra? O Bekim. 50 sekunda i mbesin Ryvës. Teuta Krasniqi. E sakt. Ndroj se se në gjenë. Ndroj fotografin. Ndro dhe këto se... 40 sekunda deri në fund. Që njën... Qali Shaklini. E sakt. Ndroje. Njoni su martu kur. Njoni su martu kur. O martu i qkrete ja. 22-3 sekunda deri në fund. Ai që ka lu Piratet e Karaibeve. Me Rica. Piratet e Karaibeve. 15 sekunda. Ndroje fotografin. Ndroje edhe këtë. Ndro, e bukur u konë Amerikë. 5 sekunda deri në fund. Johnny Depp. Shkoj aj. E bukur në Amerikë që u konë. Merë fund gjithçka. E gjeti 2. Ka kaluar koha. Përfundoj, vetëm 2 arritit Ku i gjej gjetën Ryva. ato personazhe? Hajtë së gole, pja folën pikë të funit. Tani radhën e ka ekipi mëngjesit. Agroni duhet i gjej, Brikena dhe Alketa duhet të imitojnë. Gati jemi, fillon loja, t'i presin fotografit. Të shohim se sa do t'i qëlloj Agroni, 2 ka qëlluar Ryva. Ja 2? 2-3 kom qëllu. Me kohën e Mirëmëngjesi Kosovë. Koka. Fotos crazy. E para e sakt. Këngëtarja e jonë me... Markada Elkada. Miri e bro. 2 të sakta. Show me Salation. A përdin aj tipi... Feja, Bravo, Feja. Bravo. 3 të sakta, kalojmë të tjetra. Aj që imiton Sali Berishën ish udheci milioneri. Bravo. E sakt. 4 të sakta, 35 sekunda. Labi. Bravo. 5 të sakta. Ky tipi këtu mi. Ky tipi i bukri. Jo, aj tjetëri. 25 sekunda dhe në fund. Bukure. Arritet. Maj miri, maj forti. Leoni, Agjia. Leoni. 15 sekunda mbesin. Kafenja jonë. Oki, bravo. I trosh e Fatmi Sfahiu. E sakt. 5 sekunda të fundit. Tjetërën. Tjetra fotografi. Ai tipi, lej play. Kalon koha. Ka skaduar koha. Bravo. Edhe sfida e fundit përfundoj sfida e fundit. Pedim kush ka fitu. Pedim pra kush ka fitu. Ndërsa ekipi Kuq e Zi me siguri tani ju këndohet, apo? Sa ma doni me dojnë. 92-72. Rezultati është 20 pike për si. Apo ju knohet ajo. Qëtësi publiku, qëtësi ju lutëm. Himnin tonë. Begnona bashkë me publikun që atë kongën që është grupe jonë. Hej, Kuq e Zi, o ke Shqipnia, tu është Kosova, e Qamëria. Hej, Kuq e Zi, o ke Shqipnia, tu është Kosova, e super sfida. Kuq e Zi, Shqiptaria. Për këngëtarët. Të ndëruar shikus, kjo ishte moto, edhe e mbyllëm me moton e njëjtë, të rrim të bashkuar, edhe ju të gjithë teleshikus të ndëruar.
rini të bashkuar, vetëm kështu mund të ecim për para, ndërsa ne po ndohemi këtu me ekipin Kuqezi, takohemi në gjysmë finale, deri atëherë miru pafshim në javën e ardhshme. Urime fitoria. Nëse do të arritë shënoj, shkoma profa. Gjuaja grana duhet të mbajtë të rëndëkush. A pak se na ora le fukare adresë. Hajde, mirë. Nizeta grëni të ngresha galketën. Njoni së martu kur res. O martu I qkreti ja. Ali brajri kohë, ndroje. Se zezat po vinë da bivlejnë në si din. Nëse po në mënë qyre neves po në nin. Kosova në ndekit, rana hania. Në shakë të në po, shëngjët e mija. Tu qafë ka botë more. Se këtin kërkush, provoj e dhe falshkon. Si qanë e rësh. Hojnat po në mënë se vetë, ja ke bo velen. Ju jenë ate I sëse, po ja din e len. Bojnë e gore që veli, ja po la mi. Hej, hej, Kuqezi, o ke Shqipnia, tu është Kosova, e qamëria. Hej, hej, Kuqezi, o ke Shqipnia, tu është Kosova, e super sfida.